Horoskopi për ditën e enjte 23 prill 2026. Le të filloj me shenjën e parë, dashin. Në këtë ditë duhet i japësh shkeljen çdo gjëje që ka mbetur nga e kaluara. Kjo ju ka bllokuar frymën dhe rrugët tuaja. Venusi dhe Urani po bëjnë aleancë për herë të fundit në sektorin tënd të parave dhe pasurisë. Kjo do të thotë se do të kesh një jetë të paparë për të nisur gjithçka nga zero. Do të jesh një magnet për fitime të papritura mbasi gjen ndonjë diçka të çmuar apo mundësi që nuk i kishe menduar kurrë. Por me kujdes, mos i harxho lekët sa hape mbyll syt. Sot do të jetë një ditë që do të shkëlqesh me ide që mund t'i lënë të tjerët pa fjalë. Hidhu në veprim, bota është e jotja, ngjyra me fat portokalli, koha me fat 11:30 deri 13. Demi, i dashur Demi, bëu gati se je ylli i ditës. Urani qëndron në shenjën tënde për 2 ditë dhe sot po bën kërcimin e fundit me Venusin. Kjo do të thotë se do të kesh një bukuri dhe joshje që do të çmend këdo që të del përpara. Prit surpriza të mëdha në dashuri dhe në punë, gjëra që as në ëndër nuk i ke parë. Do ndihesh sikur ke marrë krah dhe nuk do pranosh asnjë kufizim nga të tjerët. Njerëzit do habiten me ty dhe do t'jesh plot të papritura. Besoj mendjes tënde dhe ndrysho pamjen apo stilin, se sot çdo gjë të shkon. Ngjyra me fat është ngjyrë gri, koha me fat 9 deri në 11 pa një çerek. Binjakët, të dashur binjak, po vjen një stuhi ndryshimi. Venusi dhe Urani po bëhen gati të hyjnë në shenjën tënde, por sot po të jep një sinjal të fortë nga brenda. Do të zgjohet një shqise gjashtë që do të tregojë sekrete të mëdha. Mund të takosh një dashuri të vjetër apo të kujtohesh për diçka që të ndes shpirtin flak. Mos rri mbyllur sot, por dil dhe kërko lirinë. Një rastësi e bukur do të ndryshojë ditën dhe do të bëjë të ndihesh njeriu më me fat. Mbaj mendjen hapur se surprizat po të presin dhe ti mjafton të guxosh. Ngjyra me fat e verdh, koha me fat 15:20 deri në 17. Gaforja. E dashur Gafore, shpirti yt do të kërkojë të gjej pak paqe dhe fuqi. Do të ndihesh sikur po heq një barrë nga shpina që të ka munduar prej kohësh. Shoqëria do të sjellë gëzim dhe mund të shohësh një mik me sy tjetër, mbase lind diçka më shumë. Është koha të thyesh rutinën dhe të mos rrish veten brenda guackës tënde. Bëj diçka ndryshe, ndiq ëndrat e tua më të guximshme se yjet po të buzëqeshin. Intuita jote sot është e mprejtë, do t'i kuptosh gjërat para se të ndodhin. Vetëm bëj hapa të menduar mirë. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat 6:45 deri në 20:15. Luani. I dashur Luan, përgatitu të marrësh duartërkitjet që meriton. Sot emri yt do të përmendet kudo për mirë, në punë apo biznes, do të kesh një shkëlqim që do t'i lërë shefat dhe kolegët me gojë hapur. Kreativiteti yt do të jetë në kulm dhe do të zgjidhësh probleme që të tjerët nuk i prekin dot. Mund të kesh një arritje të madhe që do të rrisë famën dhe statusin. Dëgjoje zërin e zemrës dhe mos u ndal për asnjë pengesë. Një bisedë me një person të afërt do të jap një ide të artë që kërkoje prej kohësh. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 10 deri në 12 pa çerek. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, bota do të duket shumë e vogël për ty. Mund të kesh një dëshirë të madhe për të mësuar gjëra të reja dhe për të njohur njerëz të jashtëzakonshëm. Ky bashkim i Venusit me Uranin po të hap dritaret e mendjes. Mund të marrësh lajme të mira nga larg ose të nisësh një udhëtim që do të ndryshojë jetën. Jeta jote sociale do të lullëzohet dhe do të tërhiqesh nga njerëz interesantë si me magnet. Është koha të rrezikosh pak më shumë, fati ndihmon guximtarët. Frymëzo të tjerët me entuziazmin tënd se sot s'të ndal kush. Ngjyra me fat blu, koha me fat 2 deri 3:30. Peshorja. E dashur Peshore, do të kesh një forcë të brendshme që do të bëjë të thyesh çdo barrierë. Venusi, udhëheqësi yt, po bashkohet me Uranin dhe po kërkon të dalësh nga zona e rehatisë. Do të kesh ndjesi të forta që do të zgjohen papritur, mbasi një pasion që e kishe harruar. Mund të marrësh lajme të mira për parat apo ndonjë trashëgimi.
Mos u trem nga ndryshimi, por përqafoj atë me gjithë zemër. Sot është dita për të qenë trim dhe për të kërkuar atë që ti meriton vërtet. Ngjyra me fat roz, koha me fat 5 deri në 7 pasdite. Akrepi, i dashur akrep, partneriteti dhe dashuria do të jenë në qendër të vëmendjes si kurrë më parë. Priten të papritura të mëdha nga njerëz që ke pranë. Një takim i rastësishëm mund të kthehet në një lidhje të fuqishme ose një marrëveshje biznesi që mund të të pasurojë. Nëse ke qenë i pakënaqur me diçka, sot është dita për të ndryshuar me rrënjë. Do të jesh shumë tërheqës dhe njerëzit do të kërkojnë praninë tënde. Mbaj mendjen hapur dhe mos u bëj kokë fort, se ndryshimi që po vjen është vetëm për mirë. Sot lulëzon çdo bashkëpunim që nis. Ngjyra me fat e zezë, koha me fat 9 deri në 10:30 në darkë. Shigjetari. Rutina do të jetë si armiku jot sot, por surprizat do të jenë shpëtimi. Priten lajme në punë apo rreth shëndetit tënd. Një ide e mirë do të shkreptojë në mendje dhe mund të jetë një çelës suksesi. Do të kesh një energji që nuk do të lërë të rrish në një vend. Takimet të rastësishme gjatë ditës mund të sjellin mundësi të mira. Besoj intuitës dhe bëj ndryshimet që ke patur frikë t'i bëhe më parë. Ngjyra me fat vjollcë, koha me fat 8:30 deri 10 paradite. Britçapi. I dashur Britçap, zemra jote do të rrahë fort dhe pa frikë. Venusi dhe Urani janë në sektorin e romancës dhe do të sillin gëzime që nuk i kishe imagjinuar. Mund të kesh një tërheqje të papritur ndaj dikujt ose një lajm të bukur që lidhet me fëmijët apo një projekt krijues. Lëri më njan rregullat e forta dhe jepi vetes leje të argëtohesh. Do të jesh në qendër të vëmendjes dhe njerëzit do të mahniten nga origjinaliteti yt. Është një ditë për të rrezikuar pak në dashuri dhe fati është me ty. Ngjyra me fat kafe, koha me fat 4 deri në 5:45. Pasdite. Ujori. I dashur ujor, familja do të jetë plot gjallëri dhe me lajme të bukura. Do të ndihesh sikur po çlirohesh nga disa zakone të vjetra që të mbanin pend. Është një ditë perfekte për të bërë ndryshime në shtëpi apo për të zgjidhur një problem të vjetër familjar me një ide gjeniale. Do të kesh një frymë lirie që do të bëjë të ndihesh shumë mirë me vete. Një vizitë e papritur apo bisedë e hapur me të afërm do të sjellë qetësi dhe gëzim. Shiko përpara dhe bëj gjëra ndryshe, suksesi është i garantuar. Ngjyra me fat blu, koha me fat 12 deri 1:30 në drekë. Peshqit. Të dashur peshq, fjala juaj do të ketë peshë dhe do të bëjë mrekulli. Do të kesh ide aq të bukura sa do të frymëzohesh çdo që të dëgjon. Ndoshta mund të marrësh një mesazh apo lajm të papritur dhe kjo do të gëzojë. Takimet me njerëz të afërm do të jenë me surpriza të mira. Është koha të nisësh një bisedë që ke patur me merak dhe ndoshta do të kuptohesh më mirë se kurrë. Shkëlqej me stilin tënd unik. Dhe tregohu i hapur për aventura të reja, se fati është me ty. Ngjyra me fat e gjelbër, koha me fat 7:30 deri 9 pasdite. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.